Mirëmëngjes të gjithëve, javë të mbar. Uroj të jeni mirë me shëndet të gjithë, edhe kjo javë feste e Krishtlindjet ju gjej sa më me shëndet edhe me mbarësi në familjet tuaja. Do të kemi mundësi të flasim edhe për Krishtlindjet ditët në vazhdim, për simbolikën e tyre edhe të organizojmë diçka të bukur, si gjithmonë në studion e Reze Dielli, por sot do të ndalemi tek kujdesi që duhet të kemi për tryezat festive. Po, jemi në një muaj në të cilën ne e teprojmë, por veçanërisht personat të cilët vuajnë nga diabeti apo tensioni duhet të kenë një kujdes më të veçantë në përzgjedhjen e ushqimeve që do të konsumojmë, jo si pjesa tjetër e tavolinës. Jo se janë më të privilegjuar pjesa tjetër, por këta persona, këta individ, do të marrin disa këshilla sot nga doktor Ylli Merja në mënyrën se si do ta menaxhojnë atë pjatën e tyre, pijet, lëngjet që do të konsumojnë për gjatë kësaj periudhe. Kështu që na ndiqni, mund të telefononi, do të jemi live me doktor Ylli Merjan për të marrë përgjigjet tuaja. Ndërkohë, kemi realizuar dhe një material të vogël, një klip të shkurtër për qendrën më të re të argëtimit në kryeqytet. Ndodhet në Ring Center, është Ball Ring, është një qendër argëtimi për të gjithë familjen. Përveç se gatimeve që do të realizojmë sot me Albanën, e rëndësishme shumë është edhe mënyra se si ne i shërbejmë, se si i servirim gatimet tona, nëpër enët e kuzhinës dhe aksesorët të cilat padyshim janë pjesa më e preferuar e zonjave të shtëpisë. Ndaj do t'ju prezantojmë disa enë të kuzhinës dhe aksesor, dekorativ apo jo, shumë cilësore dhe me çmime shumë të arsyeshme. Do t'ju tregojmë edhe vendin se ku do të shkoni që t'i bini. Kështu që menjëherë shkojmë të fillojmë me gatimin. Ja, kështu fillojmë te kuzhina, mirëmëngjesi edhe një herë që këtu. Mirëmëngjes, për Albanën. Gati për të filluar menjëherë me përgatitjen e recetave për ditën e sotme. Ja, unë sot do të lë vendin këtu. Të ëmbla. Me të ëmbla filloj. Festive. Pra një kompekaj me pet. Normalisht me pet të gatshme, tradicionale. Unë do të jap një tepsi, do të jap edhe fikën. Kompekaj, ka dhe një emër të bukur. Plot. E din t'ja të cilën, so ato cilën nga ty e kam mësuar. Faktikisht këtë më hapin e pretve, sepse mendoja gjithmonë, mendoja gjithmonë i mirë rumbullake. Po në momentin që ti nuk gjen rumbullake, ç'do bësh? Do ngresh duart lart? Atëherë bëjmë rumbullake që na ngele bëjmë një ëmbëlsirë tjetër. Kemi. Atëherë më duhen vezët. Mi, sheqeri dhe kur them tek vezët, direkt i hedh 10 kokra vezë. Bile zisam kanë qelluar dyshe. Por unë e kam respektuar për një ato apo 10. Për një ekstra large. Okej. Atëherë kam vezët, që vezët filloj dhe i rrah direkt me sheqerin. Kam sodën, kam miell, farina afë që është për ëmbëlsirat, normalisht kam kakao dhe portokalli që mua më duhet, lëkura, dhe filloj direkt me punën. Sa do të rrah, aq sa të zbardhe dhe volumi të shtohet. Normalisht më duhen 5 pet poshtë dhe 5 pet sipër, ose dhe më pak. Ajo është në dëshirën tuaj. Por, me që dua që të jetë do t'i shtoj shërbet, dua që të jetë me pet që peta të ketë mundësi të mbaj edhe pjesën e mbushjes. Gjalpi pa tjetër. Si mund tjetë masa? Masa mund tjetë 10 pra. 10 lugë miell, 10 lugë sheqer, 1 lëkurë portokalli, 2 lugë kakao dhe 1 lugë çaj sod. Sa më duhen 5 10 pet, po të doni mund ta bëni edhe me 8 pet. 10 vezë më duhen, pra 10, 2 lugë kakao, gjalpi pa tjetër dhe direkt në aksion. Ja, se janë shumë, se i bëra gjitha për njërës. Shumë mirë e bëra, të nëmë shënduar. Ato petet e tjera do t'i vendose byreku. Shumë mirë, me çfarë kemi byreku sot? Me ara. Byrek me ara. Pa. Super, dhe me gjalp, besoj? Pa tjetër. Derisa të zbardhet.
Senca bënte që fika nuk I ka hapur mirë, sepse dhe është trashësia e tij. Ashtu s'është një problem, se mua më bën edhe pak sa të zbardhet. Ja. E kam quar në nivelin më të lartë. Për të prerë pet. Ke do e fik tjetër? Ku jam fikat e mia? Fika do të nuk di. Okej. Tani ti I the për bërësit, e? Unë I thash për bërësit, tani e ke radhën ti. Produktet që ju duhem për kompekain tradicional, pra 10 vezë cilat I rahëm, shumë bashkë me sheqerin, derisa të mos dëgjojnë ato kukrizat. Petët, 5 poshtë, 5 lartë, dhe shia e portokallit, që si të shkruar në mënyrën e gramaturave, se që duhet juve, do ta keni dhe në ekran, për ta marrë me një herë, për ta bërë foton e kompekajt me pet, keni dhe raportet për sherbetin. Pra, mbani mend, sepse shifrat janë të njëjta, 10 vezë, 10 lugë miell, 10 lugë sheqer, në masa të barabarta. Pak sodë buke, 2 lugë kakao, 150 gram arra të grira, 5 pet të holla, dhe sherbeti me 4 gota sheqer, 4 gota ujë dhe lëkurën e portokallit ose të limonit. I grim arrat tani? Po. Prandaj lash unë zhurmën që ta merje ti. Të bluara I motivët apo? Aq, në copza. Ska, një e ke, rregull. 3 herë. Lëkura portokallit. Ato të tjerat do t'i bësh ashtu si puna e tyre të tjerat. Cilat? Për baklava. Për byrekun. Baklava jam ka ngel në mendje. Më 100 herë të them të lumshin duart. Edhe sa lloje të tjera kanë mbetur që I sjellin. Që të kanë komplimentuar, më kanë dhënë shumë I lumshin duart. Dhe unë me që jam patjetër jam një zëdhënëse e njerëzve që më thonë, po më kanë dhënë të lumshin duart. Po që si hapa për vetes, më bëj një baklava njëri, më bëj një baklava tjetri. Ti thua kompliment. Më dojnë të dinja të baklavan. I thash të marru. Kur I theme shaka, e se lodhet nona. Kaq më duhet si lëkurë portokalli. Po, vetëm cipa e sipër me holl. Sepse është shpresa e bardhë, po ajo na I dhëron gatimin, kështu që nuk e kalojmë te grirësia pjesën e bardhë. Do të shtoj. Kakao, si tim që të jetë më imët. Derisa mos të ketë as një lloj kokrezimi. Shtoj sodën, përsepri sodën, kështu s'ka nevojë soda, po tjetë të njëjtën dëndësi të kakao. Filloj. Kështu, derisa të më tretet kakao. Është ai momenti që ne nuk e rajmë me raksën elektrike, se bie volumi, por me një spatull shumë avash dhe delikate. Tani Niki, se goca e mirë. Tani çfarë duhet të shtroj? Pet, gjallë. Pet edhe gjallë. Sa pet të shtroj para? 5 poshtë, 5. Okej. Ta bëjmë punën. Filloj sërish edhe me mielin. Të marrë një lugë ose një furç që të lagë petët. Ta kam vënë furçën. O, do jetë këtu pulluar me pet. Filloj dhe, ja, avash, edhe Niki derisa I spërkat mirë, me gjalp, unë bëj, e do gjalpin mirë, Niki? Edhe petët janë të holla, kështu që
sidomos do kujdesemi për pjesët anësore, që janë dhe pjesët që mbeten më pak të njomura. Ja. Mbaroj dhe kjo, pjasa se kjo është kështu. Kjo është e katërta, edhe një dhe shtrojmë shtresën e parë. Fura nuk harrohet asnjëherë, duhet jetë e para ngrohur. Është i filloj edhe e përzihet tamam, si duket, jo. Të shtres petën e fundit do ta spërkas me gjalp, do t'ja shtrosh. Po. Okej, kremin. Prandaj, pra nuk vendos gjalp fare brenda këtu. Vendos vetëm tek petët. Do të shtoj masën e arrave. Okej, bëjmë gati për 5 petët e tjera. Kujtese, edhe ngjitin nga temperaturat. E gjithë sasia e kremit do të qëndroj aty në mes të petëve. Më vete kemi përgatitur edhe sherbetin me masat që ju lexova. Opa, largo edhe patutja. E masa është gati. Super. Sekond është. Se është llogaritur i gjitha, kështu që gjithë kremi do të jetë i plot. Normalisht për këtë masë tepsie. Ja, ola gjithë pjesën. Deri në këtë fazë jemi të kompekajt ton, tani do të shtrojmë petët e tjera. Gjalpi, Miki? Sigurisht që edhe spërkatja, që është e domosdoshme për t'i mbajtur petët të shkrifta, të buta, me aromën e gjalpit. Dhe kjo është dhe periudha jo vetëm që gatuajmë shumë, por periudha që bëjmë dhe më shumë e në pisë. Tepsi, aksesor të tjerë të kuzhinës, e në të tjera. Shqyqyr që kemi dekën, deka Gel Power, që na i bën ato enët dzidz. Edhe si e kemi atë shprehjen tonë, po skërciti pjata, të shlar mirë. Të bëj krk në dorë kur ne e kemi shpëlar atë, apo përdorin sigurisht edhe lavastoviljen, apo larjen me dorë, gjithsesi, në dorën e gjithë cilës prej nesh është pastërtia. Ka sot mjete pa fund për t'i mbajtur enët e pastra, por mbi të gjitha, kur kemi edhe detergjentin e duhur, pastërtia nuk na loth për ta sjell atë në familjet tona, aq më tepër kur thash që kjo është ajo periudha që e teprojmë dhe me gatimet, më shumë tava, më shumë furra të palara, më shumë enë të pa lara. Tani? Por që ja vlen, pse jo? Tek shërbeti nuk harojmë. Sheqerin? Okej, gati për furrën. Në 200 gradë kemi ngrohur. Do t'i la të dy petët, se ja vendosë byrek. Po. Tjetër. Atëre ja, fillojmë dhe i mshojmë furçës të lyre me yndyrë, me gjallë, normalisht, se nuk do vaj. Po. Dhe mashallah, e vendos direkt në furrë. Në furrë ajo piqet, ne bëjmë shkëputje, të sistemojmë tryezën dhe kthehemi për të gatuar byrekun me arra, vetëm pak shkëputje e shkurtër. Gati tani për byrekun me arra. Se çfarë përmban ai? Me njerët ja u lexoj recetën e shkruar, mjafton të keni arra të shkruar dhe shpresoj dhe uroj që të keni, se do keni përgatitur baklavan, kështu që nuk mungojnë. Petat e thata,
edhe nëse u tepron ndonjë nga petët, ja përgatitet kompekaj apo një ëmbëlsirë tjetër, mund t'ja shtoni këtij byreku. Albana bën gati arën, po jeti pak i grimit, në rregull, edhe pjesën tjetër, që ju duhet një masë mirë me arra. Më duhet kaq imët. Po, i shtove aty në ujë apo jo? Po. Sepse përgatitet shëllira e arrave. Shëllira e arrave, okej. Po pak përbërës ka ky gatim. Byrekun me ara, kompekaj me pete u gatua, u fut në furrë, do të piqet, do ta shërbetosi, megjithatë merrni përsëri recetën. Mirë është ta keni, një ëmbëlsirë shpejt, ndërsa byrekun me ara ju duhet vetëm një pak opeta, krip, pak piper dhe ara të cilat i grini dhe i njomni në ujë. Sigurisht gjalp apo vaj, çfarë zgjidhni ju ta njomni. Pak vaj, dhe normalisht edhe sasinë e gjalpit. Sasinë e gjalpit. Bëjtë pjesën tjetër dhe është pjesën e dy të mëdhaja. Ky një lloj eliksiri arash, për shembull, dhe kur nuk e kemi si gatim. Çfarë? Mjafton t'i bluajmë në ujë, arrat, bajamet, për shembull, dhe përftojmë atë qumshtin e tyre. Opa, kosfare piper. E normalisht duhet t'jenë të freskëta. Opa. Tani shtrojmë tek tepsia. Dhe mund themi që është një byrek i shëndetshëm, ka gjithë ato sasi me ara, që ekuilibron në një farë mënyrë edhe brumin. Nuk kam nevojë të kem stres këtu. Sepse s'kam se ku t'i lë këto. Bëhet vetëm e petë thata, por ne ato i mbanim e bënim ndonjë ëmbëlsirë tjetër. po, ato tjera nuk do t'i bëj ato tjerat. Pra, shtrojmë vendosa një bazë të fortë. që të mbaj teshën. Po. Ja, që mos kemi. Ja dhe këto petët që bëjmë petanikun, apo byrekët e llojeve të tjera, Janë petë të freskëta që po kush nuk e përdor, veriu po, jugu po. të gjithë. Sidomos, veriu e ka të krishtlindjeve. Veriu. Byrekun me ara. Po, po. Yndyra është tek Sidomos katolikët, ë? Ne kanë simbole, për shembull arrat janë simbol të festave, të varësisë. Petë. Ato zbuten, lëshojnë dhe ato aromën e këndshme kur piqet. Dhe ja, super avash, drejt përfundimit jemi. Nuk mund duhet yndyrë tjetër, se e pa që e kam shtuar. Jemi drejt petëve të fundit dhe drejt përfundimit të byrekut, të dyja recetat, edhe kompekajin, edhe byrekun me ara, ju tashmë e dini ku mund t'i rishihni për t'i marrë edhe për t'i gatuar, kur të keni mundësinë edhe dëshirën tuaj, në Rreze Dielli, në kanalin tonë në YouTube. Si byrek do dalin në ngjyrë të errët.
Do erësohet edhe nga ara. Arat, petët. Dhe do ju duket një soj si kur e keni zënë me miell fekre petën. Ja. Kene kompekaj nga vezët dhe nga soda. Ka filluar që të fryet. Marrja të formën e duhur. Ne do ta shërbetosim të nxehtë apo jo? Po. Sepse shërbetin e kemi të vakët, kemi përgatitur. Sa po të piqe do ta shërbetosim dhe ju do të keni mundësi që ta shihni nëpër fotot e rriteve tona. Gjithë kjo masa pra, na mori një pako me 5 fata ky byrek. pra masa duhet jetë kjo tepsi Dhe gati 1 kilara, apo jo? pothuajse, është në varësi e pothuajse. I shtojmë edhe pjesën tjetër të përzierjes së ujit, arave, kripës, piperit edhe sasisë së yndyrës, gjalpit apo vajit, i njohim mirë petën dhe i vendosim për t'u pjekur. Do të presim pak sepse do të na piqet kompekaj i pari. Por një gjë është e sigurt që me të mbaruar, me të shijuar, me dekën tonë do të kemi mundësi ti bëjmë xixh enët tona, të lumshin duart. Tani, siç jam, edhe në çik vaj, edhe një e vendim. ngjesh me duar, sepse janë pejë që nuk zuhet luga, ja. Ja, shiko? Që të mos mbetet në një vend i pjekur, në një vend Ja. Ose ngelen të thata petët. Po. Super, të lumshin duart. Faleminderit. Ne do të shkëputemi tani një ndërprerje vockël me publicitet, ndoshta edhe pak më e madhe se sa ajo e para, dhe do të rikthehemi për të treguar disa elementë shumë të rëndësishëm për kuzhinën tuaj. Jemi sërish në Rezen tonë, e në fakt me qënë se jemi në prag të festave, kjo është java e Krishtlindjes, festat nuk janë vetëm se çfarë gatuajmë, por edhe se si e servirim, me çfarë enësh, kuzhine të bukura aksesore servirim dashurinë dhe pasionin për gatimin dhe për familjarë miqtan. Po të shihni tryezën tonë, sot është plot e përplot me kuzhine dhe aksesor tepër të veçantë, dekorativ, cilësor mbi të gjitha që na i bëjnë festat akoma dhe më të bukura. Një panoramim i tryezës, vetëm një pjesë e enëve të kuzhinës Ida, që ne kemi zgjedhur t'i kemi në kuzhinën e Rezediellit dhe t'ju përcjellim gatimet tona me shumë dashuri, sepse janë shumë praktike në përdorim, janë shumë të bukura, shumë cilësore dhe padyshim na i bëjnë gatimet tona më të lehta dhe më të bukura, më festive. Ja sa bukur, do t'ishte tryeza juaj edhe tryeza festive me miq dhe familjarët, por për më tepër ne do të bisedojmë tani me Marsidën. Mirë se erdhe Marsida. Mirë se u gjeta dhe është kënaqësi për mua të jem këtu pranë jush. Kënaqësia jona që të servirim e të gatuaj me enët e kuzhinës që ju na keni vënë në dispozicion, posaçërisht dhe veçanërisht për festat e fundvitit. Një biznes familjar, apo jo bashkë me bashkëshortin keni vite, po përveç se është një profesion, tashmë është dhe një pasion, si yti. Patjetër, më shumë kohë e kalojmë duke punuar më saktë sa në shtëpi. Dhe është kthyer më shumë, nuk di çfarë të them. Në një pasion të jashtëzakonshëm. Si anvis, si nën, si bashkëshorte, si shefe kuzhine në tryezën tonë, dhe çdo anvis është shefe kuzhine në familjen e saj, të pëlqen padyshim që ti kesh tryezat e bukura. Po, më pëlqen shumë të gatuaj, patjetër, por dekori është mbi të gjitha. Çfarë keni sjell tani të veçantë për festat e fundvitit, që çdo anvis duhet me patjetër ta ketë në tryezën e saj në kuzhinë? Kanë ardhur shumë gjëra, por sot pak kishim mundësi të sjellim këtu në studio, nuk e di dekoruesja për ëmbëlsirën, ndoshta për kekun e Krishtlindjes, për shembull. Për çdo gjë. Janë qeramik? Po, qeramik e gjitha. Dhe me dekoret festive. Po ashtu dhe biskotira shumë i bukur, interesante. Biskotira me motivet e festave, patjetër. Edhe ajo vjen për masa të ndryshme, apo jo, për biskotat e Krishtlindjes? Ka dhe dizajnët të tjera, dhe me për masa më të mëdha, apo më të vogla. Dhe mbi të gjitha, ajo që ne mësuam, është që është një raport shumë i përballueshëm mes çmimit
dhe leverdishëm për xhepat e gjithkujt edhe cilësisë së enve, apo jo? Po. Kjo e bën dhe të veçantë. Çmimet normalisht ka çmime të ndryshëm që çdo njeri merr atë që intereson. Trego pak tavën tani, tregojmë pak tenxhere ku mund të gatuajmë. Pak, balte, është e përshtatshme edhe për në furrë, patjetër, por është e bukur edhe për të shërbyer ushqimin, që është kryesorja. Gjithashtu dhe tava tjetër, gjithashtu është për në dekorative dhe ajo, me motive të festas. Po, janë nga më të pëlqyrat për momentin. Kjo tenxheria transparente, xham, që përdoret për zjerjet edhe gatimet të ndryshme. Është e temperuar, normalisht ka një grad deri në 150 grad, por që është për në zjarë, që duket shumë bukur. Unë di detaj që në fakt më ka treguar Albana gjatë procesit të punës, kur ne kemi patur edhe të tilla ose çajnikun prej xhamit të temperuar. Duhet të kemi kujdes që mos e vendosim direkt nga soba, direkt në një sipërfaqe të ftohtë, siç është për shembull ky banaku. Ndryshe do të plasi. Normalisht kontakti i nxehtë me të ftohtën do sjellë diçka, por ka dhe diçka, domethënë që para se ta vendosim duhet ta fshim që të jetë e thatë, jo me bulza ujë. Edhe kjo është e rrezikshme sepse është edhe çajniku aty me të njëjtin funksion. Kjo është ndër më të rrezikshme, se po kishte bulza ujë do rri e ftohtë, ndërsa brenda ujë çaji ngrohet, nxehet më saktë dhe krijon kontakt. Pra, nuk mund të vendosin fajin cilësisë së një çajniku apo të një gjëre të tillë, sepse kam bërë vetë këtë gabim në shtëpi, thash bë ka kohë bleva para ca vitesh, sepse vendosa të lagur, jo vetëm me bulza ujë, po sa e kisha shpëlar, thjesht një fshirje të lehtë dhe sa e vendosa për të zier çajin, ujin për ta vendosur plasi, edhe kështu që imagjinoni se çfarë ndodh pastaj me një anviz. Edhe ato tavat e vogla duken shumë të bukura, edhe të veçanta. Në furrë, të përshtatshme edhe për në furrë, po normalisht edhe për sallata, për dekore, patjetër. Pra në fund mund të bëjmë ato tavat individuale, apo të vogla, apo një djath? Djathin, janë ndër më të pëlqyrat. Atë saganakin që themi ne, atë kaçkavallin e me radhë. Gjithashtu çajniku bashkë me gotat për kace. Dhe një set i këndshëm fin. Çajnik bashkë me 6 filxana çaj, mësa. Por do të ndalemi pak tani edhe tek tryeza, ku nuk do të mbizotërojnë simbolet e festës. Tryeza ku ne shtrojmë tavolinën festive me pjatat, vinë me dekore të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, apo jo? Të ndryshme, por ngjyra gold gjithmonë do me thënë mbizotëron. Ngjyra gold është ndër më të preferuar nga klientët. Super. Mos harroni, e bëni atë tryezën tuaj, qoftë të Krishtlindjes, qoftë të ndërimit të viteve, por çdo tryezë edhe në përditshmërinë tonë, sikur 2-3 element të shkëlqejnë aty, apo 2 aksesorë të cilët bëjnë diferencën, i japin tryezës një atmosferë krejt ndryshe, të ngacmojnë pak. Këtë të veçoje tek të gjitha. Nuk e di, çdo gjë ka, si të thuash, bukurinë e vet. Sa elegante dhe sa të bukura. Po ta shikosh kombinon shumë, si të thuash, me çdo gjë, me pjatat, detajet e goldit që kanë. Çfarë i intereson, për çfarë kërkojnë më tepër zonjat, anvisat, për festat, për përditshmërinë? Gold është më e shitura, por patjetër edhe ngjyra e kuqe, normalisht që janë shumë ideale edhe për dhurata. Patjetër. Ku ka më bukur se një anvise t'i bësh dhuratë një set të bukur? Guzhine, diçka që mbahet mend, sepse për shembull veshjet e këto do të prishe një ditë. Kurse këto janë aksesorë që qëndrojnë dhe kanë një memorie dhe ne japin shumë dashuri dhe shumë kujtesë të bukur. Në fakt shumë kohë të fundit kanë filluar më shumë që bëjnë dhurata nga enët e kuzhinës, sepse kështu siç thua ti për rrobat i pëlqen, si pëlqen, i bën apo jo, dhe prandaj zgjedhin enët e kuzhinës. Enët e kuzhinës për mamin, për vjerën, për motrën, për kunatën. Ku të gjejnë zonja tona? Përveç se në Instagram që... Ne ndodhemi tek tregu Çam. Po, keni dyqanin tuaj aty, për sa vitesh? Ndodhet për 20 vitesh, mund të them, por që unë kam mbi 8 vite. Që je angazhuar në mënyrë të përditshme. Është e lodhshme kjo pjesa që çdo aksesor, sepse dyqani është i madh, aksesorët e janë pafund, metodave sepse ndryshojnë dhe nga viti në vit, apo jo? Po. Është e lodhshme ky fluksi që ke me Instagramin? Në fakt, klient më thotë si ka mundësi që ja del, sepse ka shumë produkte, si të thuash,
por unë aty jam mësuar, jam si në shtëpinë time. Patjetër, dhe duhet të mësosh dhe të dish përbërjen e çdo seti dhe të çdo ene për rezistencën. Kryesorja është që mundohem t'i ndihmoj klientët. Normalisht nëse ti do diçka të mirë, patjetër, por ka dhe nga ato që duan të thjeshta. I kemi çdo gjë, si thua. Shiko, mund të tregojmë 2-3 çmime për ta konkretizuar gjën, se themi e janë të bukura duken këto, duken shumë të bukura, por shikoni se sa të përballueshme janë për çmim. Për shembull, kjo tava elegante e bukur, për shembull, është një nga më të shiturat, vjen me çmime 1600 lekë të reja ose 16 të vjetra, si thua, dhe është një ndër më të shiturat me këto detaje të bukura. Mund të them dhe për tani për dhurata i marr njerëz zakonisht shumë. Ja, 16.000 lekë të vjetra. Shifeni pak sa e bukur që është. Kjo tava tjetër? Është me kapak. Kjo është 32, është e përshtatshme se në furrë. Goxha e rëndë? Po, është edhe thellë për të pjekur për çdo gjë. Për shembull, vendosim perime, vendosim mishin, e lëmë në temperaturë aty në furrë dhe gjithçka. Edhe ka edhe shumë përmasa të tjera, lloje të tjera. Patjetër, ka edhe përmasa më të vogla, vijnë me 2 ngjyra të kuqe dhe ngjyra jeshile, mund të themi, dhe janë, do me thënë, i marrin të gjitha si tip seti. Këtë periudhë, cili ka qenë produkti më i shitur të kjo? Tavat. Tavat, më shumë, të bëjmë tava. Do sillim recetat, po sigurisht edhe pjatat e baklavas. Patjetër. Setet janë, do me thënë, tek pjesa e dekorit, ndërsa këtu edhe mund të gatuash, e bëjnë më të shishëm ushimin, por patjetër që setet gjithmonë pëlqen shumë. Në ditët që, përveç se aksesorëve të bukur, në ditët që jetojmë, diskutohet shumë, diskutohet shumë për cilësinë edhe përbërjen e enëve të kuzhinës që ne gatojmë, sidomos te tiganat, tek tenxheret që janë në mënyrë të përditshme, për shkak të temperaturës, rezistence që ato kanë, dhe përbërësve kimik që po na vrasin çdo ditë në fakt në jetën tonë. Ideja është se pëlqen shumë, si të thuash, dhe të nxjerrët me veshje guri apo ku ta diun. Unë që rekomandoj më shumë është inoksi, balta patjetër, sepse nuk lëshon, por inoksi është më rezistente, si të thuash, në temperatura të larta. Patjetër, për çdo gjë nuk ka problem. Ka dhe me thënë për lavastovile, se edhe kjo është kryesorja, se kush vjen pyet dhe me thënë. Patjetër, që është për soba të ndryshme, me induksion, dhe me thënë që edhe ajo kërkohet shumë. Jo të gjitha janë, por që ka, si të thuash. Bukur. Të mirat normalisht që janë për çdo gjë. Faleminderit shumë që na solle një copës të bukur të aksesorëve të enëve të kuzhinës edhe në këndin ton të gatimit. Do t'i shihni këto enë në përditshmërinë tonë, teksa gatuajmë dhe serviri me shumë dashuri. Shumë sukses dhe gëzuar festat. Për mundësinë që më dhatë. Faleminderit. Ne do të shkëputemi tani për fleshin informativ. Takohemi pas pak me Reze Dielli. Bima dhe shëndeti. Këtë herë bashkë me doktor Ylli Merjan, e përshëndes misterët, doktor. Përshëndetje, mirë se vjen. Jemi në fund të një viti të gjatë, ku kemi dhënë shumë këshilla çdo të hënë në studion tonë. Se do të ndalemi te këshillat e tryezës, te këshillat e këtyre festave që na rëndojnë her pas here, po veçanërisht këtë gjë e ndjejnë më shumë persona të cilët kanë probleme me diabetin, me tensionin apo sëmundje të tjera shoqëruse, të cilët shijojnë ato ushqimet, në një ëmbëlsirë më tepër, pak alkool më shumë dhe fillojnë ato. Edhe pak nepsqar jemi. Nepsqar jemi si popull. Kemi gatime të mira traditës. Ndaj për këto dy kategori do t'japim disa këshilla specifike. Ju na keni sjell disa çajra të cilat gjenden në natyrën tonë, edhe me shumë respekt për natyrën tonë, kemi mundur që të sjellim plot receta dhe kombinime për gjatë gjithë këtij sezoni të gjatë. Atëre, le të themi kështu. Kuptohet që kjo darkë, kjo mbrëmje do të jetë sa entuziaste, po aq edhe e ngarkuar, qoftë edhe me programe televizive, po qoftë edhe tavolina e rënduar me produkte natyrale. Le t'ju themi gjithë qytetarëve, kjo mbrëmje do të jetë e ngarkuar me kalori, me energji e kështu me radhë. Por le të bëjmë një farë bilanci, si të themi. Në atë natë mund të marrim, mund të themi 2 fishin e kalorive që kemi marrë në herët e tjera. Le të bëjmë një farë për llogaritjeje, që do të thotë. Nëse do të dimë për shembull që 1 gram protein edhe 1 gram karbohidrat, sheqer, na çliron 4 kilokalori. 1 mililitër alkool, etanol, për shembull që ndodhet tek rakia e rrushit edhe tek vera, çliron afërsisht 7 kilokalori, që
që ti bëjmë këto, ti përkthejmë pastaj në kalori sa futim neve në trupin ton, dhe këto ti shtrim në kohë. Po kështu, mishi i viçit për shembull, jep nga 2300 deri në 2800 kilokalori për 1 kilogram. Kështu që ne për 100 gram marrim afërsisht një për 100 gram neve marrim nga 230 deri në 280 kilokalori. Këtë e themi sa pesh kemi, aq kalori duhet. Jo, sa mish do të konsumojmë, aq kalori do të marrim. Për çdo 100 gram, po ishte 150, 200, kuptohet do të dyfishon vlerat. Po t'jetë mish me yndyrë, se ato yndyra jep 1 gram jep 9 kilokalori, ka më shumë. Atëherë edhe mishi ka më shumë kilokalori. Atëherë, këto le të na ndihmojnë që ne të bëjmë një farë për llogaritjeje. Po kështu mishi i peshkut, që rrallë mund ta përdorin, ai ka nga 110 kilokalori deri në 200. Pra ka më pak kolesterol, më pak yndyrë, e pulës afërsisht për 100 gram kemi nga 160 deri në 220. Ka më pak kalori, pra mund të marrim çik më shumë. Pra rrotull tryezës mund të jetë kjo pula e vitit të ri, e cila në 100 gram do të na vërtitet rrotull 200 kilokalori. Atëherë, unë bëra një farë për llogaritjeje, edhe këto perimet që kanë më pak nga 10 deri në 45, 10 fillojnë me këto sallatat jeshile, kështu rukola, kështu me radhë, 45 harrin panxhari kuq, harrin karrota, 45 kilokalori për 100 gram. Si do të jetë, do të prohet. Do merret më shumë kalori se të marrim në ditët tona. Pra unë bëra një farë për llogaritje dhe çdo individ atë natë mund të marrë nga 1000 deri 1400 kilokalori. Pra merr nga gjysmën e sasisë të kalorisë ditore, kalon 1400. Çfarë duhet kemi parasysh? Ti shtrim këto në kohë. Të kemi një shumëllojshmëri që nga perimet, por edhe pak turshi. Perimet të ndryshme, po edhe pak turshi. Se është plot me probiotik dhe përmban edhe acide organike që na lehtësojnë shumë mirë tretjen. Le të marrim pastaj kjo shtrirja në kohë dhe kjo shumëllojshmëria, duke u shoqëruar edhe me pauza, me lëvizje, me kështu, ne ndihmojmë trupin që shumë pak njerëz të pësojnë ndonjë acarim, si të thuash, të gjendjes së tyre fiziologjike. Po të bëjmë kështu, jemi shumë mirë në të gjitha aspektet. Nëse do të marrim për shembull që të bëjmë një ujë, që mund ta përdorim ujë si në formën e një detoksi, mund ta bëjmë në këtë mënyrë, për shembull, në një kan të madhe, mund të grijmë një limon, ta shtrydhim dhe i hedhim ato lëkurat brenda, 1 deri në 2 limona, mund të hedhim një mollë, mund të hedhim një lugë gjelle uthull mollë tegër, dhe ndoshta pak majdanoz, pak finok në këtë mas ujë. Dhe pim gjatë ditës? Jo, gjatë darkës. Pra duam të pim ujë, marrim nga ky ujë që bëhet tamam një ujë detoks. Pra pavarësisht në një gotë alkooli që mund të jetë ose në një lëngu tjetër, kjo të jetë prezervë që të veprojë paralelisht. Po, ndihmon, është tretës. Dhe, si thuash, na ndihmon edhe në djegjen e këtyre kalorive. E po të marrim dhe shtrirjen, për shembull, sikur kjo tryezë të zgjati një 4-5 orë, atëherë ky individ që merr afërsisht 200 deri në 300, le ta quajmë, kilokalori në orë, nuk është se krijon ndonjë mbingarkesë në organizmin e tij. Në rastet kur për shkak të teprimit apo për shkak të faktorëve të tjerë ndodh që individët të cilët kanë vuajnë nga tensioni pësojnë një hipertension. Si duhet të veprojmë në ato momente? Për shembull, ndoshta nuk është moment që të fusim këmbët në ujë të ngrohtë, por mund ta bëjmë këtë veprim. Kemi këtë uthullën e mollës, jo pa qëllime solla sot, jo për reklam, por këta njerëz në të dy kategoritë, edhe ata që vuajnë me glukozën, me diabetin, pra edhe këta me tensionin e lartë, mund ta përdorim për shembull në një gotë ujë, hedhim një lugë gjelle, e tresim pak edhe e pim. E shoqërojmë edhe me hudhër edhe qep. Hudhra ka vetin së bashku me qepën që të na ulin, si thuash, atë një pjesë të alkoolit, ta neutralizojnë. Pra ne mund të pim vërtet 100 ml raki rrushi,
ose në 150 ml verë, ose 200 që, si thuash, e kalojmë 200 kilokalori me atë gotën e verës, 150 ml, por po të konsumojmë 2-3 thelpinj hudra, ajo gati reaksioni që hynë midis kriprave atë acidit hudrës me alkoolin, me etanolin që ndodhet te vera ose te krakia, si thuash këto neutralizohen. Tani, përveç se personave me hipertension që du të menaxhojnë më mirë edhe ato që ka do të hanë, do të konsumojnë, sigurisht në këto raste mund ta marrin edhe atë medikamentin farmaceutik. Ideja është që këtë natë vititri ta kaloj sa më lehtë, sa më mirë. Jo të pakta rastet që ndodhin këto probleme. Po, sigurisht e dim këtë gjë, por ne themi kështu. Po le të themi në mes të ushqimit le ta marrë atë medikamentin farmaceutik. Po gjatë gjithë kohës që ushqet, le ta ndihmoj trupin me atë ujin detox që unë përmenda, po mund t'i shtoj ndoshta edhe pak uthull molle më tepër se ajo kana e për gjithë familjen. Pra, edhe ushqehet, edhe tregon një përkujdesje për veten e tij. Ndoshta mund të marrë edhe një bustin kolestomer, për shembull. Pikërisht. Thash të tregojmë disa ide çajrash, çfarë mund të kombinohen këtë periudhë. Për shembull, ky çaj kolestomer e ndihmon sepse kanë atë murrizin, kanë hibiskusin, edhe njëra na ul, si thuash, edhe tensionin, po tjetra kufizon që ka të dëshirën për të ngrënë kështu, ndoshta edhe pak jashtëmase. Murrizi pra e ka këtë veçori. Po. Çajrat të tjerë, për shembull çajin e boronicës që e keni sjellë këtu në tryezë, një çaj me fruta pylli. Pra, jo vetëm për individët cilët kanë një problem me sheqerin apo me hipertensionin, por në përgjithësi për ata që e teprojnë këtë periudhë me këto. Asgjë keqe nuk është sikur në atë kanën e ujit për shembull, ne mund të fusim edhe 2 bustina boronice. Edhe i lëmë ashtu me atë fijen e varur kështu, ose 2-3 bustina me frutat e pyllit. I bën jashtëzakonisht mirë. Pra, marrim disa mikroelement nga frutat e pyllit dhe i kalojmë tek ajo gota e ujit që ne e quajmë si një ujë detox. Ose mund të futim ndoshta edhe 2-3 bustina me çajin detox. Për ata që nuk ju bën mirë alkooli, ne kemi sjellë çdo vit faktikisht shembullin se si të përdorin verën e ngrohtë për shembull në tryezat e tyre për individët që kanë probleme shëndetësore. Çfarë sugjerimi tjetër për të bërë gëzuar si gjithë tjerët? Po, për ta bërë gëzuar si gjithë të tjerët, për shembull, le të themi diabetiku edhe një që ka kolesterolin e lartë. Po marrim atë verën, për shembull, e ngrohim dhe shtojmë në të 2-3 copa kanellë. Mund të hedhim ndoshta. E ngrohim deri në avullimin e alkoolit? E ngrohim, ja, grijim për shembull një moll aty, një moll jeshile tek vera, po e quajmë do bëjmë 1 litër verë. Ose do hapim një shishe verë e lëm pak që ti ikin ato kriprat e squfrit që ata i fusin për ruajtje, dhe pastaj marrim, grijim mollën, ta grijim pa koll, e lëm një 10 minuta dhe marrim verën e ngrohim. Hedhim këtë kanellën, mund të hedhim atë mollën, mund të shtojmë ndonjë karafil për t'ia thyer pak atë aromën e kanellës dhe kjo bëhet me të vërtet një verë e mrekullueshme për mbrëmjen e vitit të ri. Vetëm ka këtë gjë, për shembull, qofse kjo ishte verë me 13% alkool, për shembull, dhe 13 herë 7 i bie 91 kalori për 100 ml, atëhere, kur kjo mund të jetë me 3-4%, atëhere kjo verë i ka të gjithë mikroelementet nga rrushi, por nuk ka kalorit, nuk mbi ngarkohet organizmi. Nëse i ka mbetur 5-6, ajo mund të ketë 6 herë 7, 42 kilokalori. 5 mund të ketë 35 kilokalori. Pra marrim një verë, si thuash, 100 ml, dhe marrim aq kalori sa marrim nga 1 kilogram panxar. Nepsi nuk është vetëm për tryezën, për gatimet edhe pijet, por sigurisht edhe për ëmbëlsirat. Kjo është periudha kur bëjmë këto mëkatet e ëmbla. Po e qartë, po ka ndonjë mënyrë veçanërisht për këtë kategori që e do tryeza, si thot populli, për xhais thot duhet edhe kjo. Dhe ne le të themi kështu. Pra, do të kthehemi te karbohidratet, që 1 gram sheqer që ajo ka jep 4 kilokalori, por na rrit edhe glicemin. Atëherë, mirë është që në këtë natë personat që do të hanë baklavan, për shembull, le ta marrin të kulluar pa atë sherbetin, e ndihmojmë shumë mirë,
Ose stevia është një ëmbëlsues shumë i mirë natyral, i cili është edhe antidiabetik. Pra, nëse këta e duan, gjetën e stevjes, e marrin e zijin mirë, i hedhin shumë pak sheqer, po ka vetë kjo, dhe ta mbajnë me atë ëmbëlsuesin e stevjes. Kush nuk e ka bërë baklavan, mund ta përdori këtë. Mund të jetë një ide për ta konsumuar dhe personat cilët privohen shumë nga edhe nëse kjo ju jep rezultat, do t'ju japi pa diskutim. Unë e kam mbjell njëherë stevia në lushnjë dhe ajo bëj mrekullisht mirë. Zhvilloj si sherebela kështu, vetëm ajo gjetja që shumë e ëmbël. Ka ardhur koha të zëndësohet sheqeri industrial me ëmbëlsues të tjerë, jo vetëm për personat që janë diabetik apo që kanë probleme. Dhe njëra prej tyre është kjo. Stevia. Po. E dyta mund të jetë lulja e cfakës, e bezgës që i themi ne. E kemi këtu? Edhe ajo, jo, këtu nuk e kemi, po në vendin tonë. Në vendin tonë, ëmbëlsues. Plot nga kjo, ëmbëlsues për që mund të mblidhen ato kupat e lules të gjitha, dhe pjesa fundore e tyre është me përplot me atë sherbetin e ëmbël të saj, është kjo primula e veris, pra kjo agulicja, që ka edhe kjo pak sheqer, që ndihmon edhe zemrën, që ndihmon edhe trurin. Pra, edhe çaji agulices mund të përdoret në këto raste. Pra, sheqeri ka gjithë këto emra? Po, patjetër, po. Tek bimët njëtë si në fushën e karbohidrateve, pavarësisht është glukoza, po është fruktoze, kështu me radhë. Por është sheqer. Nëse personi e ka tepruar, pra baklavaja është bërë tani se ne thamë sot stevia, por nëse është tepruar me një ëmbëlsirë, për shembull, i ka atë nepsin edhe nuk mund ta ndali dot. Ka diçka që e ekuilibron, që ta konsumojmë një herë pasi kemi provuar ëmbëlsirën? Uji detox që thamë, ti hedhim pak uthull-molle brenda. Uthull-molle. Ajo ndihmon shumë mirë në tretjen, po edhe ullë, si të thuash atë goditjen e madhe që mund t'i japi në rritjen e sheqerit. Po, ose edhe turshit. Nëse kemi turshi, për shembull, trangulli, lule lakre, speci e kështu, edhe turshit që kanë plot probiotik, e ndihmojnë më së miri diabetiku në këto raste. Ose edhe atë që konsumon shumë ëmbëlsirë. Këtu kemi dhe tabelën për recetat e darkës, sa kilokalori përmbajnë ato si pas gramaturave, hidhini një sy, ndërkohë kapni telefonin, nuk e disa minuta kam mbetur në dispozicion, që ju të bëni pyetjen tuaj në këtë hapësirë, edhe pak edhe njëherë kam mbetur për këtë, po, edhe për sezonin e parë, pra për vitin 2025, si ka rezultuar ky vit për ju në fushën profesionale të punës? Më shumë se sa vjet të sëmur, apo më pak? Keni bërë një bilancë? Po kemi bërë, po. Ka qenë pak më i shtuar, po ka qenë për neve me ato kënaqësitë shpirtërore që fiton njeriu kur bën një punë të mirë. Për shembull, ne kishim një njeri i cili kishte harxuar shumë lekë, me vërtet, për një problem që ne e quajtëm qesharak. Pra, duke vajtur vlera afërsisht rreth 100.000 euro, edhe neve e trajtuam aty me 2 produkte që ai me vërtet ngriti duart kështu dhe u habit, tha, se pas kam ditur këtë gjë, tha. Pra, i bëj një fryrje e barku kështu, që për neve ishte ky herpes zosteri, e trajtuam për 15 minuta, e njeriu bë mrekullisht mirë. Pra, nga 2 vite që të flinte në karrige, edhe për 15 minuta, sa qa ka ndodhë me mua. Do të konsideroni dhe keni veçuar si rastin tuaj, nështë që bën më shumë... Po ka plot, për shembull, plot të tjera, po midis tyre ky ishte këto ditë e fundit, dhe ne sigurisht që në fillim për këtë problem menduam ta trajtonim, e trajtuam aty në klinik, pak shpejt, kur ai vuri duart kokë, tha, o Zot, tha, çfarë po ndodh me mua? Ndoshta jemi në atë fazën kur nuk zbulohet fillimisht shkaku i një sëmundje të caktuar dhe merremi vetëm me pasojën? Po, më kujtua thënia e një mjeku amerikan që thoshte sëmundjet nuk janë aq të vështira dhe aq të rrezikshme sa duken, po bëhen, thot, nëse nuk i trajton në mënyrën e duhur, ose nuk gjën fik, po kush është shkaktari? Edhe jashtë shteti dhe prap nuk i kishin rënë fiks problemit në kokë. Qartë. Për qepi, se duhet edhe patjetër histori shumë e bukur. Kemi telefonatat, kanë mbërritur shpejt e shpejt, e mirëpresim të parën direkt në studio. Mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi. Po të dëgjojmë? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përshëndes. Edhe një vit i mbarë në zuar. Gjithashtu edhe për ju. Cila është pyetja juaj? Po, desha të pyes doktorin. Unë kam marrë, jam vizituar te doktori, kam dalë me cervikale të qafës. Po i bëj dhe ushtrimet, edhe ato kuret i përhojëm doktori, po prapë, kër ngrihem në mëngjes, ato duart, i kam, sikur kam punuar shumë, i kam të lodhë, edhe qafën e kam, edhe të murit e bëj, dhe distancën sikur pak më shkurtuar ajo distanca. Tani do ta vazhdoj 45 ditë këtë unë, apo do ta nuk e? Distanca e gishtave në mur. Po, e qartë. Diferencës. është akoma ende është 4 gisht, apo jo? Sikur 3 gishta, po prapë, vazhdojmë akoma pjesët e Atere, më dëgjoj me kujdes. Nuk duhet të numërojmë ditët, për shembull, mbusha 45 ditë edhe do bëjmë festën. Jo, njeriu duhet të tregoj për kujdesje për cervikalen në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ju mund ta keni problemin për mendimin tim, ndoshta gjatë gjumit juve flini me qafën e kërrusur kështu, ose me astikun e ngritur shumë, ose ktheheni shumë brinjas dhe shtrembëroni qafën. Pra, nga përvoja, me vërtet cervikales njeriu duhet i kushtoj shumë rëndësi, po kështu edhe zonja. Pra, një mënyrë shumë e thjeshtë është të shtrihet përmbys, ta vëri astikun te balli dhe tek mjekra që ta shtyjmë kokën kështu, po të kthejmë në profil kështu, që qafa të na arrijë sa më drejt, dhe mandej juve t'ju hypi ndonjë fëmijë me pesh 50 kg në mes të shpatullave. Përsa të vajrë o mele ta përdori për lyerje, sa ishte më në zonat që ka dhimbje. Mirë, ne do të shkëputemi këtu nga bima dhe shëndeti, më pas publicitetit, do të kemi mundësi të ndjekim një insert të cilin e kemi realizuar në Ring Center dhe që tregon një nga format më të reja dhe të vetmet, të parat që është hapur në qytet, në kryeqytet, si një formë argëtimi për gjithë familjen, bëhet fjalë për Bowl Ring. Do të kënaqeni, merrni pak nga atmosfera që kemi sjell për ju nga Ring Center dhe kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit doktor. Ditë të mbar. Faleminderit për këshillat që dhat. Edhe festa të bukura, do të shihemi përsëri, ndaj ndiqni insertin pas publicitetit. Prej pak ditësh në qendrën tregtare Ring u inaugurua një prej hapësirave më moderne të argëtimit në kryeqytet, Bowl Ring, e shtrirë në mbi 1000 m2. Kjo njësi e re sjell një koncept të integruar rekreacioni ku teknologjia, energjia rinore dhe argëtimi familjar bashkohen në një përvojë unike. Bowl Ring ofron 6 pista profesionale bowlingu, të projektuara në bashkëpunim me brendin e njohur amerikan Kubika AMF, lider global në industrinë e bowlingut. Fal pajisjeve të teknologjisë më të fundit, vizitorët mund të përjetojnë një eksperiencë unike argëtimi. Bowling është për të gjitha moshat, apo jo? Edhe në u argëtuan pak. Në fakt po, hapja e bowling në Ring është pritur shumë mirë nga gjithë klientët, me sa duket e kam pritur shumë në Tiranë. Dhe pikërisht ne këtu kemi 6 pista bowling, të cilat mund të përshetohen një numër i ndryshëm klientë, duke filluar që tek të rinj, familjarët, grupe kompanish, stafi e tjerë, për të kaluar një kohë shumë cilësore dhe argëtuese midis tyre. Neve kemi dashur që të shtojmë sa më shumë gamën e argëtimit në Ring. Dhe Kati 4 është konceptuar si një larmishmëri argëtimesh, duke nisur nga bowling, nga karaoke box, lorat elektronike, këndi fëmijëve, gjithashtu dhe kinemaja 5D. Kështu që ka pafund hapësira dhe mundësi argëtimi për të luajtur dhe për të argëtuar grupet familjes, familje me fëmijë të grup moshave të ndryshme, dhe sjell një benefit sepse familjet kalojnë kohë midis tyre, kohë cilësore. Të gjithmonë e më tepër, po mundohemi që të shkëputemi sa më shumë nga teknologjia dhe ku më mirë mund të kalojmë një kohë cilësore në qendrën tonë ku përveç shopping, argëtimit, ideve të dhuratave,
një ushqim të mirë me hapës. Ka pikërisht, ushqimit të mirë, fatmirësisht ku janë hapur edhe shumë njësi të reja të pjesës të food courtit, hapja më re është edhe hepsi, gjithashtu kemi dhe Burger Kingu në të ardhmen që po hapet dhe po punohet për të, kështu që kemi një larmishmëri shërbimesh që mund të ofrohen në qendrën tonë. Po fol pak për karaoke, për çfarë moshe është dhe sa argëtohen aty? Pikërisht, këtu ka mundësi që të argëtohet një grup i madh, qoftë familjarësh, miq, shokësh, stafi pune, kompanish e të tjerë, sepse ka hapësira nga më të ndryshmet. Përveç bowling, janë dhe 2 salla karaoke ose karaoke box siç ne i quajmë, të cilat mund të rezervohen dhe të ketë një festë private. Ato klientët mund të organizohen në grupe, të përzgjedhin playlistën e këngës dhe të shijojnë të kënduarit në grupin e tyre të shoqërisë, të familjes, të miqve e të tjerë. Ndërkohë nuk mungojnë as lojrat elektronike apo jo? Pikërisht, në pjesën hyrëse të bowling është edhe një zonë dedikuar me lojrat elektronike, ku dhe aty ka një larmishmëri opsionesh ku mund të zgjedhin, por gjithashtu për ta plotësuar kemi dhe barin Bowlerin, ku për organizime të tilla festive, grupesh, organizon apo ofron koktejle, pije nga më të ndryshmet, paketa të ndryshme të kombinuara me pijet, apo edhe pjesën e organizimit të argëtimit festive, duke bërë sa më të kompletuar këtë eksperiencë në qendrën tonë. Tani pash që nga këto topat e bowling sa ishin shumë më të rëndë, sa ishin pak më të lehtë. Trego pak si mund të fitosh me gjuajtjen e parë. Po, topat e bowling janë të kategorive të ndryshme dhe të peshave të ndryshme. Sikur se tham, i përfshin të gjithë target grupet. Topat që kanë një numër më të vogël, kanë një peshë më të vogël dhe përdoren nga fëmijët, nga të vegjëlit e tjerë me radhë. Hajde të bëjmë se u liruaj një pistë. Hajde Antonella. Deri tek më të rëndët që përdoren nga më të mëdhenjt. Mesatare ndoshta. Me një peshë më ta provoj pak? Ndoshta duhet veshja e dur me këpucën, por ne tani jemi në intervistë. Ne po improvizojmë diçka. Okej, po. Tani, nga loja në lojë, merr atë kënaqësinë dhe të rritet dhe vetbesimi, për shembull për fëmijët. Kur shef që reagojnë, kënaqen, ngortofasin, gëzohen. Po, e mira e bowling është që një lojë ka 10 sete. Dhe loja mund të zgjasë në grup, kështu që shkon një minutazh që gjithë grupi mund të kënaqet. Dhe mbi të gjitha rrit pak atë konkurrencë midis grupit, kush do të jetë fituesi, si është konkurrenca. Fëmijët që mund të jenë prindrit. Pikërisht, dhe kjo e bën shumë interesante pjesën e organizimit të lojës. Këtu ku jemi ne janë 2 pistat e dedikuara për familjet me fëmijë, sepse ka një organizim të tillë ku ngrihen barierat ndarëse për ta bërë sa më komode pistën për fëmijët. Përveç bowlingut, klientët do të gjejnë edhe 2 salla moderne karaokesh, të konceptuara për festa private, mbrëmje me miqt, me fëmijët, evente të stafit apo aktivitete grupi. Me një repertor të pasur këngësh dhe sistem audio profesional, çdo performancë zhndërohet në një moment të paharrueshëm. Hapësira plotësohet nga një gamë lojrash elektronike për të gjitha moshat, duke krijuar një ambient ku emocionet dhe adrenalina nuk mungojnë asnjëherë. I përshtatshëm për familjet të rinjt dhe kompanit, Bowling është një vend ideal për të organizuar ditëlindje, festa, aktivitete me stafin apo thjesht për të kaluar çaste të këndshme pas pune. Vizitorët mund të shijojnë gjithashtu një përzgjedhje koktejlesh dhe pijesh freskuese në barin modern të Bowling, i cili shërben deri në orën 24. I vendosur në katin e 4 të Ring Center, Bowling lidh përvojën e tij dinamike me gamën e shërbimeve të tjera të katit, kineman 5 dhe 7D, zonën e dedikuar për fëmijë Ringland, si edhe hapësira të tjera rekreative. Kjo e kthen të gjithë katin në një qendër të shumëllojshme argëtimi, ku çdo antar i familjes gjen diçka për veten.
Në këtë prag festash, Ring ofron jo vetëm një ambient të ngrohtë festiv, por edhe larmishmëri zgjedhjesh për dhuratat e fundvitit, duke kthyer kështu në një nga destinacionet më të preferuara në Tiranë.